Shumë faleminderit kryetare e Kuvendit, njëkohësisht udhëheqësit e tyre e presidentës së vendit Albulena Haxhiu, të nderuar ministrët kabinetit qeveritar, kolegë të dashur deputet e shumë të respektuar qytetar, por edhe ju gazetar që në numër të madh jeni duke përcjellur punimet e kësaj seance. Ne të premten e kaluar kishim një rast shumë të mirë që edhe të kishim debat për ligjet e reja të sektorit të energjisë, të cilat ishin sjellur nga ana e qeverisë. Na u mohua kjo mundësi edhe debatit edhe kalimeve të ligjeve, por e tha edhe ministja, po e them edhe unë, në vend kësaj pas keni zgjedhur që të sjellni këtu në seancë me 40 nënshkrime një debat që lidhet me sektorin e energjisë, që sigurisht është shumë i rëndësishëm, mirë po, si kuvend mendoj që mënyra më mirë është kur ne kemi mundësi që me ligje edhe të aplikoj masa edhe norma të cilat ju shërbejnë qytetarëve. E ky debat, siç e tha edhe kolegu Tahiri, shefi grupit parlamentar të PDK-s, tha shpesh mbledhemi për të bërë show politik. E me gjas duke i përcjellur qëndrimet, sidomos të PDK-s djesa të thënë zgjedhjes së presidentit, por edhe bllokadën nga ana e LDK-s, për një mend debati sotëm është vetëm në këtë interes. Ta kemi një show mediatik këtu si fushat zgjedhore. Mendoj që ky institucion nuk e meriton të shndrohet në projekt fushatave politike. Mund të diskutojmë çështjet e sektorit, mirë po, të qëndrojmë aty ku bëhet fushata. Fushata bëhet diku tjetër. Gjithashtu me kolegën nga komisioni zonjën Ymeri, edhe në komision, edhe sot, por gjithmonë në çdo takim që kemi si kuvend në mekanizmat e tij, shohim që ke një koordinim bukur të ngushtë me deputetin Ferhat Shala. Mendoj që është obligimi juaj që të paraqitni qëndrimet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, qëndrimet e juaja personale, e zoti Shala është pjesë e komisionit edhe i paraqet edhe ai komentet edhe mendimet e veta. Nuk besoj që keni nevojë ju për njëri tjetrin me ja paraqit opinionet njëri tjetrit. Po, pikërisht të qytetarët e nderuar kolege, për vite me radhë të nderuar kolegë, sepse kam një sugjerim që të flasim për qytetarët, po edhe kjo për qytetarët ke. Duhet ta dinë qytetarët se kush me këm po koordinohet dhe si po vinë gjërat. Të lutem respektohet qetësinë institucionale dhe ke durimin, e ke humb durimin që një kohë të gjatë zonja Bajrami dhe mendoj që ke nevojë ta kontrollosh çdo moment të tuajin. Të nderuar kolegë deputet, do t'ju them që për vite me radhë sektori i energjisë është trajtuar si një çështje dytësore në vendin tonë. Termocentralet e ndërtuara 60-40 vite më herët janë lënë të amortizohen, nuk ka pas projekte strategjike për t'i kthyer në funksion normal, por ndërhyrjet në to kanë qenë vetëm sa t'ju sigurohet mundësia e jetesës, jo për t'ju rritur kapacitetin e tyre të prodhimit në energji. Sot, të nderuar kolegë, kur ne po përballemi me pasoja, disa prej atyre që i krijuan këto situata dalin dhe kërkojnë llogari. Duhet t'ju them se kur forcat politike të cilat kanë ndikuar që të kemi një privatizim të distribucionit të energjisë elektrike dhe kanë marrë vendimare në këtë drejtim, sot tentojnë të atakojnë ato efekte që ka dhënë ky privatizim. Unë mendoj që këtu kemi të bëjmë vetëm me hipokrizi dhe nuk kemi me çastet sinqert të le të themi trajtimit të halleve të qytetarëve të Republikës. Pra, nuk mund të flasim ne për sektorin e energjisë pa u ndalur te një vendim shumë i diskutueshëm, privatizimi i rrjetit të shpërndarjes në vitin 2013 kur është finalizuar. Privatizim i cili ju e dini që është bërë me nxittim dhe pa konsensus shoqëror. Dhe ajo çka është më rëndësishme është që ju nga procesi i privatizimit e keni përjashtuar kuvendin në plotni. Pra, as nuk ka pas dëgjim në kuvend, as ka pas vendimarrje të kuvendit për këtë punë, pra keni përjashtuar zërin e qytetarëve për privatizimin e një aseti që është aseti më i rëndësishëm jo vetëm për shërbimet të qytetarëve, por edhe vetë rëndësinë e sigurisë nacionale të vendit tonë. Po ju sjell në vëmendje vetëm një krahasim sa i takon shitjes së rrjetit elektrik që ka bërë Maqedonia në vitin 2006. E ka shitur për vlerën e 225 milionëve, ndërsa ju në vitin 2013 e keni finalizuar kontratën e shitjes për 26 milion.
Dhe këtë qytetarët e dinë. Nuk besoj që ka nevojë të kemi krahasime të tjera dhe me vendet e tjera për ta treguar se ju e keni falur distribucionin e energjisë elektrike. Ky privatizim, të nderuar kolegë, nuk ka sjellur energji më të lirë. Është zaventësuar pra një monopol publik me një monopol privat, ku qytetari ka mbetur pa alternativë. Fitimet dije dalin jashtë vendit, investimet nuk kanë sjellur transformimin e premtuar dhe mbi të gjitha, ne si vend, edhe kuvendi, ka humbur një kontroll mbi një sektor jetik për sigurinë e shtetit. Prandaj, kjo nuk është vetëm çështje ekonomike, është çështja e sovranitetit funksional. Të nderuar kolegë, po e shihni edhe ju vetë që gabimet e së shkurës nuk zhbëhen lehtë. Por që nga viti 2021 ne kemi ndërmarrë hapa konkret për t'i korrigjuar në masën që mund të korrigjohen. Prandaj është e rëndësishme që të mos gabohet në vendimarrje, se mandej edhe korrigjimet bëhen më të vështira dhe marrin kohë. Ne kemi mbrojtur qytetarët nga kriza e çmimeve përmes subvencioneve dhe mbështetjes për bizneset, kemi stabilizuar furnizimin në kushte shumë të vështira dhe kemi marrë vendime të domosdoshme për të shmangur kolapsin energjetik. Kemi investuar në eficiencë duke ulur ndjeshëm konsumin në institucione publike deri në masën 80%, duke ndihmuar qytetarët të ulin kostot e tyre me izolimin e objekteve të tyre të banimit. Por gjithashtu, kolegë të nderuar deputet, e dini që kur kemi filluar mandatin në 2021 jemi mballavaçuar në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Komplet pjesa veriore e Republikës Kosovës, konsumatorët e energjisë elektrike, nuk kanë paguar energjinë elektrike. 350 milionë nderuara kolege, është dëmi që është shkaktuar vendit nga mospagesa e energjisë elektrike në 4 komunat veriore të Kosovës dhe këtë e keni lejuar e sot më ngrit zërin mua, a kur nuk e ke ngrit zërin për këtë çështje. Të lutem, të jemi korrekt, po flasim me fakte, keni dash debat, tash thot një fjalë popullore rrasu debat, a kupton? Gjithashtu, të nderuar kolegë, ne kemi nisur ndërtimin e kapacitetet moderne për rujtjen e energjisë dhe kemi hedhur hapa konkret drejt rritjes së sigurisë energjetike. Po ju përkujtoj projektin me MCC-në amerikane që parashef investimin e $236 milion dhe që e mundson pra realizimin e këtij projekti jashtëzakonisht të dobishëm për sektorin e energjisë. E tha edhe ministrja, po e them edhe unë, se jemi duke shkuar me hapa të shpejt, rreth sa është e mundur në këto rrethana, drejt një transformimi të sektorit energjetik. Për herë të parë pas shumë vitesh Kosova po hyn seriozisht në investime në energji të ripërtrishme, por edhe me legislacionin e ri që kemi sjellur javën e kaluar, e nxisim konkurrencën. Po e përsëris, nuk do të ketë më në Kosovë mundësi që vetëm një operator të jeti klasifikuar si një operator i furnizimit të shërbimit universal me energji elektrike. Sot e kemi Keskon, si dhuratë e atij privatizimi në 2013, por ne me ligjin e ri do të hapim konkurrencën e ajo konkurrencë do të cilë oferta të reja, e ato oferta do të reja do të cilën çmime më konkurruese, e s'do të kemi mundësi me pas më monopol me qëllim që qytetarët të arrijnë një nivel të alternativës së ata furnizimit me energji elektrike, e u mendoj që kur ka konkurrencë, kur ka alternativa, ka mundësi të kemi edhe çmime më të lira në treg. Gjithashtu, edhe unë po përsëris një gjë se e kam vrejt që shumë prej kolegëve kanë dëshirë që qytetarëve t'ju shtrejtohet energjia elektrike. Para se ZRE-ja ta ketë në konsiderat trajtimin e tarifave, kemi pa deklarata duke pretenduar që energjia elektrike do të shtrejtohet. Po më mirë me thënë, nuk do të shtrejtohet e ti bëhet një farë, le të themi, rekomandimi ZRE-s që të mos u shtrajtohet energjia elektrike qytetarëve, se sa të pretendoni se do të ketë shtrajtim edhe të dëmtohen qytetarët. Pra, lajmi i mirë për qytetarët e lajmi i keq për juve që keni dashur të shtrajtohet rryma e këtë ta përdorni si anë politike ndaj lëvizjes vendosë dhe kryeministit Kurti është se çmimi i energjisë nuk do të shtrajtohet. Qëndroj në rekomandimet me shkolla është për fund. Qëndroj në rekomandimet e kolegëve sa i takon nevojës që çdo ankesë që kanë konsumatorët ndaj kecit të trajtohet me shpejtësi dhe çdo dëm që ka mundur ti bëhet ndonjë prej konsumatorëve në Republikën e Kosovës të zhdëmtohet dhe të merr le të themi